dhe të tjerë rilindat shqiptar. Është Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu, Shqipëria europiane dhe vetëm europiane. I mbytur nga zullumet e lëmshme të hajnisë të qeverisjes në formë dhe ide të qeverisë së tij, kryeministri Edi Rama nuk ka qoftë edhe një zë të vetëm kundër brenda strukturave të PS-s, të paktën publikisht. Shumë prej tyre, rilindas të zhgënjyra socialistë hershëm të anashkaluar, në nzë apo në tavolina kur flasin lirshëm, shprehen se Rama e ka qelbur me korrupsionin, po qeveris me krimin dhe po tregohet naiv në diplomaci, deri në rrezik, veçanërisht ndaj SBA-ve. Këtë mendim kanë edhe një pjesë e deputetëve apo ish deputetëve që u firuan rrugës, madje u përbuzën dhe fyen pikërisht nga ministra e drejtorë të rëndësishëm që sot përçapen dyerve të drejtësisë, teksa u publikohen komunikime dhe afera më të ndyra se vetë ndyra. Po pse nuk flasin? Pse nuk mbledhin strukturat dhe të kërkojnë llogari për këtë batërdi? Përgjigjja e parë që të vjen vrik është se ato drejtues të PS-s, deputet, ish deputet apo ish ministra të lënë në hije, nuk kanë aq moral sa të thonë disa të vërteta. Së dyti, ato kanë frikë të shprehen, duke mbajtur radhën dhe bërë stazhin politik në pritje të ndonjë kocke të hedhur nga shefi i madh. Të gjithë kanë vendosur të presin fundin e ciklit të Rama. Në momentin e rënies, Ramën do e hanë të tijet, pikërisht ata që me zë të ulët mes tyre thonë se qelbi është trashur në gangrenën qeverisje. Grupe të mëdha socialistësh, arilindasisht të zhgënjur, në momentin e shkarjes së Ramës do të flasin për moral. Partia MM ishte me parimin se bar do ham dhe parimet nuk i shkelim. Socialistët e sotëm kanë humbur edhe idealet. Sot, në vend të barit për të mbajtur frymën gjallë, po për typin turpin. Morali nuk rritet në moçalin rilindas, i cili tashmë kalbi veten, por i la vendit pasoja që do duhen dekada për të risjellë sadopak normalitetin.